abuzime janë në atë dosje, mendoni që mund shkoj deri këtu marzhi i dënimit? Seanca e sotme e Këshillit Mandateve në Parlamentin e Shqipërisë ishte një seancë maraton, që për mendimin tim si jurist nuk ishte aq e nevojshme për të shkuar as gjatë ajo seancë, pasi zonja Balluku nuk është përballë faktit për të provuar fajësinë ose pa fajësinë para Komisionit Mandateve. Kjo thjesht është për të marrë një leje prokuroria për të proceduar me tej me masë shtrënguese. Nëse zonja Balluku do të ishte përballë gjykatës, mund të bëjë seanca 8 orë, 8 ditë, 18 ditë, 8 muaj. Edhe ka plot drejtën morale, ligjore dhe juridike për të shkuar një maratone shumë gjatë, sepse të jetë përballë disa fakteve dhe provave, ajo me gjithë kabinetin e të juristave, me këshilltarët e vet juristë që përfaqësojnë në këtë betejë ligjore, ajo do kishte pasur gjitha mundësi të provonte, të sillte fakte për të provuar të kundërtën e asaj çfarë thotë prokuroria e Spakut. Prokurorët e Spakut janë 2 prokurorë magjistrat, janë 2 prokurorë me përvojë në fushën e prokurisë, dhe ata deklaruan që në raport me 16 dhjetorin ata kishin marrë një sër provash tjera më tepër se sa prova që ata kishin paraqitur në Komisionin e Mandateve për të marrë një masë ndaj zonjës Balluku. Këtu po krijohet një rast i paprecedent në këto 35 vite në sistemin e drejtësisë. Prokuroria e posaçme është një prokurori që gëzon respektin dhe admirimin e 85% shqiptarëve. Ata që e sulmojnë dhe e kritikojnë dhe nuk kërkojnë që Spaku të jetë në këtë gjendje shumë të mirë, e cila po heton kupolat më të larta të shtetit, janë vetëm politikanë. S'kemi parë në vendim formës për deri tani, nderuar avokat, në mos gaboj vetëm një ka qenë, pra. Ja, do të sillim në vëmendje që në 3 vjeçarin e zotit Kraja, të jem shumë i sinqert, nuk është dalluar për në goditje të fuqishme në strukturat e larta të shtetit për korrupsion. Me ardhin e Altin Dumani krijoi mitin e të paprekshmëve dhe pa rezultate. Tani kërkohen shumë kohë, kërkohen muaj dhe vite që të arrihet një rezultat për të marrë një vendim i formës së parë. Dhe ka 3 vite që janë arrestuar ministra, deputet, drejt kryetar bashkish, dhe një pjesë janë dënuar dhe janë drejt përfundimit. Nuk mund të themi që prokuroria nuk ka dhënë rezultat gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ne kemi edhe prokurorë të Spakut, të cilët thjesht kanë hyrë aty, por nuk shquhen për një hetim perfekt të ndonjë politikan të lartë. Kemi edhe gjyqtarë të gjykatës kundër korrupsionit. Kemi gjyqtarë që nuk shquhen për masa dënimi për një politikan të lartë apo qeveritar të lartë. Pra, i kemi të ndarë në 2 pjesë, qoftë në prokurorët e Spakut, qoftë gjyqtarët e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Avokat, për të rikthyer edhe një herë tek çështja e Ballukut, ju si mendoni, Partia Socialiste po gabon që po e mbron, pra po e thyen atë mitin deri tani që është ajo që e krijoi drejtësinë, deri tani asnjë pengesë, çdo kërkesë vinte nga Spaku për dhënë autorizimi, jepe, drejtësia nuk pengohet. Po tani, pse Partia Socialiste nuk po i jep autorizimin, sepse nëse Partia Socialiste do të ishte e kënaqur me masën e pezullimit në kuptimin që është mjaftueshëm, atëherë s'kishte pse i drejtose gjykatës kushtetuese edhe për këtë, për pezullimin, pra lindet e pezullimit, pra pa shkuar te kompetencat presidencë, drejtësi, qeveri. Pra në këtë rast, mendoni që është drejt ky vendim pra, apo duhet ta jap autorizimin? Partia Socialiste e Shqipërisë vjen në Parlamentin Shqiptar në gjithë dënimet majt me 83 mandate, ku vërtetën rreth 800.000 votues që kanë votuar për majorancë. Nëse do hyjmë sot t'i pyesim 800.000 votuesit e Partisë Socialiste, ti je sigurt se 600.000 vet janë pro heqjes imunitetit dhe vënies para përgjegjësisë të zonës Balluku. Pra po flasim për provat që ka paraqitur Spaku. Unë Balluku nuk e njoh, as nuk kam punuar ndonjëherë me të,
as kam qenë në asnjë lloj aktiviteti, kur në jetën time, por me atë çfarë ne kemi mësuar në media. Zonja Balluku, për meritat që ka dhënë Partia Socialiste, Parlamenti Shqiptar, gjitha akses që i dha, sepse në Partinë Socialiste ka profesora me grada shkencore, që kanë marrë doktoraturat e shtetit, që ata mund ta bënin më mirë se Balluku detyrën e zëvendësisë kryeministrit apo të ministrit të ekonomisë. Por ajo ka përfituar benefitet e veta dhe për të mos futur vendin në krizë dhe subjektin e vet politik që ka prej vitesh dhe potete, për mendimin tim, ajo duhet t'jap vetë dorëheqje, duhet të kërkojë vetë heqjen e imunitetit për t'ju nënshtruar një jetimi perfekt për të provuar pafajësinë. Por zoti Rama tha që ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, pra i pi që ajo sikur është e larë nga kjo pjesë, apo tani unë nuk e di, ka kërkuar 3 herë apo 13 herë, nëse ka kërkuar 3 herë, ai duhet i bëj transparent dhe publike para shqiptarëve, kërkesat e zonës Balluku. Deri tani nuk shoh që ka bë asnjë dorëheqje transparente. Po jap shembullin e ish-ministrit brendshëm, Sajmi Tahiri. Me të mirat dhe me të këqijat e tij, me ngritjet dhe me uljet, dha dorëheqje për 1 orë është hek imuniteti. Pra ishte numri 2 i shtetit shqiptar në qeverisjen e Partisë Socialiste nga viti 2013 deri në vitin 2017. Ministri më i gjatë i brendshëm post Ministri më i gjatë dhe ministri më i suksesshëm nga viti 2013 e sot. Kjo ha diskutim, por më i gjati po. Jo, bindja ime si jurist. Okej. Gjithë ministrat dhe tjerë të brendshëm që kanë pasua pas tij, për mua është ministri më i suksesshëm, më të mirë dhe më të këqija. Nuk duhet i bëj avokatin zoti Tahiri, as se njoh as se di, se kam takuar kurrë, nuk kam pia asnjë kafe kurrë me të, por po flas për pozicionin e tij politik që kishte në atë kohë. Për mua zonja Balluku dhe kolegët e mi avokat që e kanë marrë përsipër ta mbrojnë, duhet ta këshillojnë, jep dorëheqje, mos fut vendin në krizë, mos fut qeverinë në krizë, mos fut parlamentin në krizë dhe mos u bë shembull për të keq, sepse nesër historia do të gjykojë. Avokat, të lutem, kush janë hapësirat ligjore përballë faktit që nëse Partia Socialiste, sipas gjitha gjasave, do ta rrëzojë këtë kërkesë të SPAK-ut në parlament. Tani çfarë ngjelet për të vepruar SPAK-ut, kur kemi parasysh që Klodian Brau tha sot që ka kërcënime ndaj dëshmitarëve dhe personave që janë të pandehur në këtë dosje, sipas tij nga persona të lidhur me zonjën Balluku, dhe së dyti përballë njeriu që rrezikon, siç tha po ai, pra zoti Brau, 35 vite burg. Ç'do bëj SPAK-u tani? SPAK-ut nuk i ngelet asgjë tjetër, po të siguroj se Këshilli i Mandateve nuk do t'ja heq mandatin, nuk do të jap autorizim leje prokurisë së SPAK-ut për të marrë një masë tjetër më ekstreme, për këtë të jeni të sigurt, le të vazhdojnë seancat maratona sot dhe sot një muaj. Nuk do t'ja heqim, sepse koha mirë duket që mëngjes. Debatet që u zhvilluan sot në atë seancë maraton kanë me forcën e kartonave të majoranca erëzoi kërkesën e SPAK-ut. Atë SPAK-ut si ngelet gjë tjetër, veç se